Aratisja e Altin Docit nga Spitali Rajonal i Durrësit ka hapur një debat të fortë publik mbi mënyrën se si policia e burgjeve shoqëron të paraburgosurit gjatë vizitave mjekësore. Juristi Kreshnik Spaiu ka ngritur dyshime serioze për ato që ai e quan standarde të dyfishta sigurie, duke krahasuar rastin e Docit me raste të tjera të mëparshme, ku masat e shoqërimit kanë qenë jashtëzakonisht të shtuara. Sipas Spaiut, një person i akuzuar për vrasje me rrezikshmëri të lartë shoqërore nuk u trajtua me të njëjtin nivel sigurie si në raste të tjera, përfshirë shoqërimin e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, i cili ishte dërguar më herët në spital, i shoqëruar nga rreth 20 efektiv policie. Spaiu ngre pyetjen thelbësore: cili është standardi real që përdor policia, ai i zakonshmi që u pa në rastin Altin Docit, apo standardi maksimal që u aplikua për Erion Veliajn? Sipas tij është e pakuptueshme që një person i dyshuar për vrasje të mos shoqërohet me masa shumë të forta sigurie, ku rrezikshmëria e veprës për cilën akuzohet është dukshëm e lartë. Juristi thekson se shoqërimi i të burgosurve në spitale zakonisht kryhet në mënyrë diskrete dhe minimale, pasi ekzaminimet mjekësore kërkojnë privatësi dhe lëvizje të kufizuar të personelit, por sipas tij, kjo nuk justifikon mungesën e sigurisë. Në rastin konkret, thot Spaiu, situata është aq e rëndë sa në pamjet filmike nuk dallohet qartë se kush është polici dhe kush është i paraburgosuri, një fakt që flet për mungesë kontrolli dhe organizimi. Ai thekson se kemi të bëjmë me dy standarde të qarta, një standard për persona me pushtet politik dhe një tjetër për persona me rrezikshmëri kriminale shumë të lartë. Sipas Spaiut, një person i akuzuar për vrasje duhet të shoqërohet me një siguri 10 herë më të lartë për shkak të rrezikut të arratisjes dhe kërcënimit për rendin publik. Ndërkohë, faktet flasin vetë. I paraburgosuri Altin Doci u arratis ditën e djeshme nga Spitali i Durrësit, ku ishte dërguar për vizitë mjekësore në pavionin e infektivit. Ai ishte shoqëruar nga paraburgimi i Durrësit, së bashku me një të burgosur tjetër, nën pikëqyrjen e 5 efektivëve të policisë së burgjeve. Në videon e publikuar, Doci shihet eksa largohet me vrap nga ambientet e spitalit, ndërsa nga pas e ndjek vetëm një prej efektivëve pa arritur të andalojë. Pasi del jashtë godinës, i njohur si ushtari i klanit Çopja, Doci drejtohet drejt parkimit. Sipas dyshimeve, jashtë traut e prisnin 2 automjete. Njëri prej tyre ishte një Audi Luxos A7 ngjyrë gri me targ AB 700 RS, me të cilin Doci dyshohet se është larguar në drejtim të zonës së spitalës. Arratisja e tij e ndodhur në mes të ditës brenda një institucioni publik ka vënë pa jo vetëm dështimin e protokolleve të sigurisë, por edhe pyetje të rënda mbi përgjegjësinë institucionale, një ngjarje që nuk flet vetëm për një ikje, por për një sistem që dështoi ta ndalonte.